Të nderuar teleshikues, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Ekspres për ditën e sotme. Do të flasim sot për zgjedhjet, por parë nga një tjetër këndvështrim, nga ai i vëzhguesve. Me mua në studio është bashkuar drejtoresha ekzekutive e Komitetit Shqiptar të Helsinkit, zonja Erida Skëndaj. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit. Për herë të parë merrni këtë rolin e vëzhguesve apo kësaj radhe jeni më aktiv se herët e tjera? Prej vitit 1996, Helsinki ka qenë organizata e parë që ka monitoruar proceset zgjedhore. Në këto 2 vjet e fundit kemi marrë një rol të shtuar edhe në monitorimin e hetimit të krimit zgjedhor, është një element risi që vjen në veprimtarinë tonë, për shkak se problematikat që ekzistojnë të përsëritura nga zgjedhjet në zgjedhje kanë evidentuar nevojën që përveç se janë kriminalizuar disa forma të shpërdorimit burimeve publike, intimidimit të zgjedhësve, fotografimi i fletës votimit, të cilat dënohen penalisht në kodin penal, nga ana tjetër evidentojnë gjithashtu dhe nevojën që këto vepra të hetohen, sepse flasim për perceptime, flasim për rastet monitoruara nga vëzhguesit, por kur flasim për krim zgjedhor të mirëfillt, shifrat nuk janë aty ku duhet, edhe pse nuk ka një ndarje shkencore se ku duhet të jenë. Por të dhënat le të themi të analizuara nga veprimtaria jonë tregojnë nevojën për një hetim më efektiv dhe ndëshkim të krimit zgjedhor. Për ta nisur nga kjo, si veproni, keni vëzhgues në terren se të hetosh krimin zgjedhor do të thotë hysh pak edhe tek puna e prokurorisë, se hetim është organi i posaçëm për atë punë. Pra puna jo në këtë drejtim është ndarë që ne shohim dhe studiojmë vendimet e prokurorisë, kemi dalë dhe me raport studimor që ja kemi vënë në dispozicion prokurorit përgjithshëm, prokurorive të jurisdiksionit përgjithshëm, por dhe SPAK-ut, sepse i kanë kompetenca të ndara kur bëhet fjala për krimin zgjedhor. SPAK-u ka vetëm korrupsionin aktiv dhe pasiv, ose siç njihet ndryshe shitblerja e votës dhe çdo krim që kryhet nga zyrtarët e nivelit të lartë. Të gjitha veprat e tjera penale, shpërdorimi i burimeve publike, shpërdorimi i detyrave nga komisionerë, fotografimi votës i përket prokurorive të jurisdiksionit të përgjithshëm. Nga ana tjetër me anë të korrespondentëve ose vëzhguesve të Komitetit Helsinkit të pozicionuar në qarqet kryesore të vendit, në bashkitë qendër të këtyre qarqeve, ne monitorojmë raste sistematike dhe ja përcjellim në përgjithësi janë çështje të natyrës administrative, sepse të futemi deri në sferën penale do duhet të kesh pak edhe kompetencat e një gazetari investigativ, nuk është e lehtë. Por kemi patur edhe raste të sinjalizuara të krimit zgjedhor për të cilat ne kemi vënë në dieni organin e prokurorisë. Pra me fjalë të tjera, ju merrni sinjalizimet nga korrespondentët, siç i quani ju, dhe ja përcillni apo ndiqni dhe i jepni bëni një farë shtyse që çështja të hetohet? Në momentin që jemi sinjalizues, pra le themi një organizat që përcjell sinjalizimet, ne nuk mundemi që të ndërhyjmë në pavarësinë e prokurorëve të çështjes, sepse kjo mbrohet me kushtetutë dhe me ligj. Por bëjmë të mirën që kur viktimat e krimit zgjedhor, pra kur ka një person të dëmtuar nga krimi zgjedhor, ai është viktimë e një intimidimi, një presioni që mund të jetë bërë, ne ofrojmë asistencë ligjore falas për të përfaqësuar me avokat falas të drejtat e tij si viktimë në procesin penal. Por asnjëherë nuk ndërhyjmë gjatë hetimit në punën dhe në veprimtarinë e organit të prokurorisë. Vendimet i shohim mbasi ato janë mbyllur. Po si është ky raporti i asaj që ju referoni me atë që del apo hetohet apo që ndiqet deri në fund? Nuk po them për të çuar deri në gjykim dhe të dënohet, po të paktën merret parasysh. Ky raport nuk është në nivelet që duhet të jetë për një sër arsyesh edhe faktorësh. Mendoj që ndikon edhe pjesa e vakancave me të cilat prokuroritë e jurisdiksionit përgjithshëm po përballen, veprojnë me 50% organikës tyre dhe për shkak të asaj që ne kemi diskutuar më herët, për shkak të efekteve që ka sjellë edhe procesi i vettingut. Por nuk është e thjesht në një kontekst ku dhe presioni politik nga të gjitha ka të shumë i fortë që një prokuror i çështjes të ruaj, le të themi, pavarësinë e tij në parim. Pse e them këtë gjë? Ka shpeshherë edhe denoncime nga partitë politike që mund të jenë të natyrës abuzuese. Ne kemi parë raste të vendimeve të studiuara ku përfaqësues të partive politike kanë marrë të dhëna nga terreni, nuk i kanë verifikuar ato, por i kanë çuar më njëherë në prokurori. Kështu që në këtë kontekst duhet ta shikojmë nga të dy anët medaljen. Edhe prokurori ka nevojë të forcojë rolin dhe kontributin e tij për hetimin e krimit zgjedhor, ama dhe denoncimet nuk duhet të jenë denoncime të cilat në mënyrë artificiale tregojnë në publik që
ka krim zgjedhor, por nuk janë të verifikuara mjaftueshëm nga subjektet që i bëjnë to denoncime. Kështu që ka shumë vend për të përmirësuar dhe mendoj që jemi në fillim të një pune të mbar. Pse e them këtë gjë? 2 vite më përpara ne bëm studimin e parë për hetimin e krimit zgjedhor dhe nuk e mendonim që 2 vite më pas do kishim një rezultat konkret, sikurse është bashkëpunimi që është krijuar midis SPAK-ut, prokurorit të përgjithshëm dhe KQZ-s. Kjo task forca e re. Task forca e re. Çfarë ka ndodhur me task forcën e re? Përveç se ka një strategji të mirëfillt për hetimin e krimit zgjedhor, që ne do ta shikojmë se si do të zbatohet, por është herë e parë që vjen në Shqipëri, janë ngritur sesione të posaçme në çdo prokurori të jurisdiksionit të përgjithshëm që përbëhen nga një prokuror i përgjithshëm pranë këtyre prokurorive, një oficer i policisë gjyqësore, një punonjës i policisë së shtetit dhe një prokuror që është përfaqëson SPAK-un. A mjafton kaq për të hetuar, për të Ndoshta nuk mjafton, por ndoshta ne do të kemi një kthes. Pra, ne nuk mendojmë që kthesa do të jetë me 360 gradë. Do donim që të ishte e tillë, por duhet jemi realistë dhe të shikojmë progresin në vimësi. Nëse këto seksione që më përpara kanë ekzistuar, por jo në këtë lloj bërthame, ku kemi një multipërfaqësim të institucioneve të agjensive ligjzbatuese, prokurorive dhe prokurorisë së posaçme, ndoshta do të fillojnë dhe do të kemi një ndryshim, le të themi, të kurbës së ndëshkimit të krimit zgjedhor në Shqipëri. Pse e them këtë gjë? Mendoj që le themi rastet që duhet të hetohen nga këto struktura do të bëjnë shkëmbim të mirë të informacionit dhe punonjësit e policisë së shtetit shpresoj që me ngritjen e këtyre seksioneve të jenë në drejtimin e prokurorit të çështjes, pasi janë punonjësit e policisë së shtetit që bëjnë veprimet e para operative të verifikimit veprës penale në terren. Ata kanë kompetenca shumë të rëndësishme. Dhe nëse ata drejtohen siç duhen, mendoj që edhe do të kemi një ndryshim. Dhe e them këtë gjë, më fal, Noli, vetëm ta saktësoj që edhe nga tryezat që ne po bëjmë apo takimet me prokuror të prokurorive të jurisdiksionit përgjithshëm, duket që ka një interes edhe për të kuptuar, për të mësuar çfarë janë mangësitë që ne kemi vënë re si Komiteti Shqiptar i Helsinkit, por ka dhe diskutime dhe debate konstruktive, sikurse ishte tryeza jonë e fundit që patëm, ku prokuror që erdhën nga këto prokurori dhanë dhe mendime si mundet të shkohet drejt një hetimi më të mirë të krimit zgjedhor. Prokurorët, organi akuzës, duhet nisë të hetojë çështjet e kryesisht, jo të presë që t'i referohen. Kështu që e kanë të qartë se çfarë do të bëjnë në aspektin ligjor, se çfarë i pret, se çfarë duhet të hetojnë, se duket sikur presin gjithçka në këtë rast nga monitoruesit tuaj, për shembull. Kjo është e drejtë. Sepse një nga rekomandimet që ne kemi dhënë është që kur ka të paktën sinjale që jepen në publik, të fillojë hetimi kryesisht. Jo detyrimisht të sinjale janë sinjale të vërteta, mund të ketë dhe informacione jo të vërteta, për cilat imagjinoni kur vjen në lëvizje një prokurori do thotë investim burimesh njerëzore. Por në kuptimin e konceptit hetimit proaktiv, ky koncept do duhet të fillojë dhe të ketë një ndryshim dhe një impakt më konkret. Se duket sikur nuk ekziston tani, ky hetimi kryesisht sikur nuk ndodh fare. Por çdo lloj çështje vetëm për zgjedhje. Sepse çështja e hetimit kryesisht ose rastet që sinjalizohen, në përgjithësi ato sinjalizohen disa ditë përpara ditës së votimit. Dhe ky është gjithashtu një problem tjetër. Pra, nëse të gjitha aktorët duhet përfshihen, shoqëria civile, media apo aktorë të tjerë, qytetarët që nuk denoncojnë fare, domethënë dhe kanë frikë se po të denoncojnë mund të penalizohen, ky është një proces që nuk duhet lënë ato ditë, sepse ato ditë është shumë e vështirë, edhe për vetë organi prokurisë investohet në kohë, plus që ka edhe shumë informacione të rreme, për shkak se partitë politike masin terrenin e tyre se si mund ta kenë, le të themi, elektoratin në favor ose jo në favor, dhe shpesh herë krijohet edhe kakofoni ose krijohen edhe denoncime të rreme. Procesi që të fillojë dhe hetimi kryesisht i prokurorisë duhet të jetë një proces më i hershëm në kohë. Dhe të gjithë sinjalizuesit, media, shoqëria civile të tjerë duhet japin kontributin e tyre me raste konkrete. Për shembull, SPAK ka krijuar portalin e denoncimit. Për çdo qytetar apo çdo person apo edhe përfaqësues të subjekteve zgjedhore që mundet të futen në këtë portal dhe të çojnë raste. Denoncimet nuk do të quhen kallëzime, sepse nëse ti bën një kallëzim të rrem mund të mbash përgjegjësi penale, por do të quhen informacione që i shërbejnë SPAK-ut dhe prokurorive të jurisdiksionit përgjithshëm për të vënë në lëvizje proaktivisht. Kështu që mendoj që është momenti që këtë portal që SPAK ka krijuar ta promovojmë gjerësisht në publik edhe me të gjitha rrjetet dhe kanalet tona të komunikimit. Po a mjafton në këtë mënyrë online denoncim në portal? Për shembull, po të marr Kosovën, si shembull, kishte 200 prokuror. E theksonte përpara zgjedhjeve, do jenë gati 200 prokuror për ditën e zgjedhjeve.
Burimet njerëzore në Shqipëri nuk i përgjigjen. Ka Kosova më shumë burime njerëzore se ne? Nuk i përgjigjen mjaftueshëm. Jo, nëse krahasojmë 200 prokurorë të Kosovës me 13 prokurorë të prokurorive të jurisdiksionit të përgjithshëm në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, pra nuk janë atje ku duhet burimet njerëzore. Por mendoj që edhe me këto burime të kufizuara njerëzore, ka vend dhe hapësirë për përmirësim. Pse e them këtë? Shohim tendencën e hetimit të krimit zgjedhor në zgjedhjet e fundit. 54% e denoncimeve në zgjedhjet e qeverisë vendore janë mbyllur nga prokuroritë e përgjithshme, të jurisdiksionit të përgjithshëm, 44% janë mbyllur nga SPAK. Janë mbyllur për mungesë provash apo për çfarë? Kryesisht sepse fakti nuk ekziston. Pra, sepse provat në fakt duhet i kërkoj prokurori, ai duhet shikoj nëse ka barën e provës për të vërtetuar fajsin ose jo në rastet konkrete. Fakti nuk ekziston. Mbeten për të studiuar të raste, por rastet që ne kemi studiuar në të kaluarën tregojnë që hetimet nuk kanë qenë të plota, sidomos në momentin që ndodh një vepër penale. Pra, ka çaluar hetimin. Ka çaluar hetimin në disa nga vendimet që ne kemi studiuar. Deri në momentin që prokurori ka të drejtë të fillojë ose jo një çështje penale, jemi në ato që quhen verifikime paraprake, ku në përfundim të këtyre verifikimeve vendoset nëse do filloj një hetim i mirëfillt apo nëse nuk do filloj fare një hetim i mirëfillt. Këtu fillon problemi kryesor në ndëshkimin e krimit zgjedhor, sepse verifikimet paraprake që bëhen për raste të caktuara nuk janë të plota dhe bëhen verifikime shumë minimaliste, të cilat nuk i përgjigjen kontekstit dhe specifikave që ka krimi zgjedhor, sepse nuk është i lehtë për të verifikuar. Nëse një person nuk bashkëpunon me drejtësinë dhe të thotë që unë kam marrë rishfet për të votuar, është shumë e vështirë që të shkosh. Që s'besoj ta thot njëri, po të vërtetosh atë që ja ka dhënë rishfetin nga ana tjetër. Pra, por dhe kjo kërkon mjete dhe teknikat posaçme të hetimit, dhe shpeshherë dhe këto mjete kanë disa kritere strikte në kodin e procedurës penale, që duhet respektohen garancitë që të mos cënohet privatësia e personit, duhet të merret autorizim nga gjykata. Se kjo, që të mbeten pak këtu, se kjo pastaj çon atë tjetrën që thot opozita del dhe thot se zgjedhjet u blen apo u shqitën, u paguan votat e shqiptarëve, po të vërtetuar ke një për të mos thënë asgjë. Gjithmonë partitë politike do shkojnë drejt këtij trendi. Kushdo që është në opozit do ta përdori pjesën e krimit zgjedhor. Por krimi zgjedhor, për hir të së vërtetës, për te kush ka qenë, kush e ka marrë, le të themi pushtetin apo ka ardhur. Jo, opozita themun, ai që s'është në pushtet. Pra, gjithmonë është ky trend. Çfarë i takon prokurorisë? I takon që hetimin ta bëjë që në mënyrë të barabartë dhe jo në mënyrë selektive. Por kjo varet shumë nga puna që bëjnë në terren punonësit e policisë së shtetit. Rikthehem sërish tek ata sepse na ka dalë që shumica veprimeve operacionale në terren për fiksimin e provave bëhet nga këta punonjës të policisë. Me kalimin e tyre në seksionet e posaçme shpresojmë të kemi një kthes pozitive, por mbetet për të monitoruar dhe për të parë konkretisht me vendimet e parë që do ketë prokuroria për zgjedhjet parlamentare. Me shifrat që ju thoni, ato që ju përmendët, duket që është por i përkasin zgjedhjeve të kaluara. Po patjetër, po ja këtu do jemi, shpresojmë që të rriten shifrat, po me atë trend apo nivel mbylljesh, pushimit çështjesh, duket si e pa shpresë. Mendoj që ka një ndërgjegjësim më të mirë. Edhe të komunitetit ndërkombëtar që po ul në tryez përfaqësues sistemit prokurorisë për të rritur kapacitetet e tyre teknike. Kemi dhe shumë prokurorë të rinj që janë bashkuar sistemit prokurorisë me dëshirën për të mësuar dhe për të kuptuar se si funksionon pjesa e legjislacionit zgjedhor, çfarë përbën vepër penale apo jo, sepse ata ka nevojë për trajnime. Unë shikoj një trend pozitiv. Nuk do doja të jepja doza shumë idealiste optimizmit, le të themi, për shkak të zhvillimeve që shikoj prokuror që marrin pjesë në sesione, në seminare, në aktivitete, në konferenca, gjë që nuk na ka ndodhur në të kaluarën, sepse nuk ka pas një vëmendje të tillë, dhe besoj që ndoshta nuk do të përmbysim me 360 gradë shifrat e mos fillimit të çështjeve, por ndoshta do kemi dhe raste të suksesshme me strukturat që janë ngritur. Helsinki ku e sheh problematikën më të madhe në raport me krimin zgjedhor, të shitblerja votës apo ka tjera çështje? Tek keq përdorimi i burimeve, nuk e di. Dy janë veprat penale më të ndjeshme, domethënë korrupsioni aktiv dhe pasiv në zgjedhje. Problematika më e madhe mendoj që është në drejtim të shpërdorimit të aseteve publike, sepse dhe vetë legjislacioni, mënyra se si ai është ndërtuar, nuk është fort i qartë, edhe vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me strukturat që kanë ngritur kanë përplasje në mendime dhe në opinione për zbatimin e legjislacionit, për ndalimin e përdorimit të administratës publike dhe
por mbi të gjitha ne nuk e kemi ende të definuar në legjislacion rolin e një nënpunësi publik jashtë, le të themi, detyrës së tij publike. Gjë që ne kemi informacione, ato na vinë nga terreni dhe të dhëna tregojnë që punonjës, dhe kemi parë edhe gjatë monitorimit të zgjedhjeve, vendosen në pozicione drejtuese, punonjës të administratës publike vendosen në pozicione drejtuese të fushatës dhe kjo krijon një konflikt shumë të madh interesi me detyrën dhe punën që ata bëjnë. Ka një ligj të keq të bërë enkas apo është i pasbatueshëm? Se dy janë mundësitë, ose kanë bërë ligjin të tillë, pse ligjin e bëjnë të partitë kryesore, ose ligji ka probleme dhe nuk zbatohet, se në fundit kemi një ligj dhe njerëzit po i nxjerrin përpara Komisionit Qendror të Zgjedhjeve edhe po gjobiten në rastet konkrete, paktën kemi patur raste edhe në këto zgjedhje që kanë shkelur atë 4 mujorin me deklarim, po edhe gjobat janë minimale pastaj është. Legjislacioni zgjedhor ka goxha ndalime, edhe për rritjen e pensioneve, për dhënien e shpërblimeve të posaçme gjatë periudhës 4 mujore para datës së zgjedhjeve, por mendoj që duhet ndoshta të shkojmë një hap më tej. Dhe është një hap që do duhet të diskutohet në mënyrë shumë të kujdesshme. Një funksionar publik, vendor apo qendror, që ka një post sado të rëndësishëm apo pak të rëndësishëm, a mundet njëkohësisht të shërbejë një subjekti zgjedhor muaj më përpara, për të fituar elektorat, për të kuptuar se për këtë do votoj kush, për të ofruar pozicione në administratën publike. Pra, duhet të kemi një pengim ligjor, sepse nuk është normale që të shikosh drejtora që punojnë ujësjellës në institucione varësisë, në zyrat rajonale të arsimit e të tjerë, të cilët janë të angazhuar edhe ditën e votimit vinë në atë perimetrin 150 metra që ka vendosur KQZ-ja dhe shikojnë kush vjen e kush voton. Pra, këtu ne kemi nevojë për ndryshime ligjore. Merrni dot ju si Komitet Helsinki një nismë të tillë apo duhet ta bëjmë partitë politike? Ne kemi bërë sugjerimin tonë në këtë drejtim. Nuk duket se ka një vullnet deri më tash për të bërë një reformë zgjedhore të mirëfillt. U tregua edhe me komisionet e posaçme parlamentare që i mbaroi mandati dhe edhe ndryshimet që u bën në kodin zgjedhor u bën me marrëveshje, por jo, ato nuk dolën nga një komision i posaçëm parlamentar për reformën zgjedhore. Pra, ndoshta duhet të mbyllen këto zgjedhje dhe të mendohet edhe me kontributin e OSBE Odirit dhe prezencës së OSBE-s në Shqipëri dhe aktorëve vendas që monitorojnë procesin, që të kemi disa ndryshime jo për ta shpërsuar legjislacionin, sesa për të treguar kufi. Kufi të cilat në një shtet ligjor kanë sens edhe nuk cënojnë dhe ato që quhet liria e votës dhe e shprehjes, sepse çdo nënpunës publik jashtë orarit zyrtar ka të drejtë tregojë dhe pëlqimin e tij ndaj subjektit zgjedhor që voton. Pak me dy presa. Por jo të angazhohet në fushat zgjedhore me termat që ne njohim, sindikues, influencues, patronazhist, terma të tjerë. Këto pastaj krijojnë një përplasje të fortë midis postit publik dhe postit politik që nuk pajtohet në zgjedhje lira dhe ndershme. Çfarë shihni ju si Komitet Shqiptar i Helsinkit sfidën më të madhe në këto zgjedhje? Jemi ende larg, po fushata ka nisur. Janë të njëjtat sfida, nuk shoh një sfidë të ndryshme, me përjashtim të faktit që kemi një marrëveshje bashkëpunimi që shpresoj të funksionojë midis KQZ-s, SPAK-ut dhe prokurorit përgjithshëm. Kemi një vullnet institucional të shprehur që nuk ka qenë më përpara. Ndoshta kjo mund të shërbejë si kthes edhe si pikë ndryshimi. Duhet evidentojmë që pavarësisht se rastet të shpërdorimit të aseteve publike janë raste që po sinjalizohen nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Qendresa Qytetare, Krik Albania, pra disa organizata që për hir të vërtetës po çojnë raste në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, kemi edhe një trend pozitiv, ndoshta nuk është atje ku duhet, të hetimin dhe ndëshkimit të këtyre rasteve nga KQZ. Domethënë, 10 vite më përpara nuk kishim sanksione që aplikoheshin ndaj drejtuesve të institucioneve nëse ata nuk raportonin veprimtari publike, nëse ata shpërndanin postime. Po mirë, dhe nuk ishte një ligje. Dakor, por kishim dhe atëre sanksione, pavarësisht se i kemi bërë pak më të qarta dhe më të forta. Gjithsesi kemi një trend i cili duhet shkojë më lart, pa diskutim, por që kemi një ndryshim edhe pozitiv. Nga ana tjetër, problematika të shpërdorimit të aseteve publike mbeten, le të themi, të ngjashme me të kaluarën, edhe pse sanksionet që parashikon kodi zgjedhor janë sanksione modeste, shpeshherë edhe KQZ-ja shkon drejt aplikimit të kufive minimal të gjobave. Kushia gjobat që merrnin partitë në Kosovë ishte vërtet të mbledh, ata e mblidhin mirë mendjen kur bën ndonjë veprim, ose ishin gjobat frikshme.
Ne si një organizatë që punojme të drejtat e njeriut, jemi për gjoba për sanksione proporcionale. Pra, nuk mund të themi sanksione të ashpra, e një dhe gjë dhe për legislacionin penal. Por duhet të ruhet një proporcionalitet që kushdo që kryen një shkelje të kodit zgjedhor, të nesërmen mos ta kryej më. E po ne në Shqipëri themi frika e ruan vreshtin. Tani, kjo task forca e ngritur dhe kryesuar nga SPAK, se me SPAK-un e identifikoj njerëzit, duket sikur po rivalizon pak Odirin, apo ka punën e saj dhe nuk ka lidhje? Ka krejtësisht punën e saj, vëzhguesit e Odirit kanë filluar, më thënë javës që vjen e kemi dhe një takim me ta, sepse marrin informacione dhe nga vëzhguesit vendor, pra do të fillojnë procesin e monitorimit afatgjat, dhe vëzhguesit e Odirit shikojnë edhe veprimtarinë e institucioneve ligjzbatuese, marrin të dhëna prej tyre, pra besoj që do t'i ndihmoj këta vëzhgues për të kuptuar më mirë edhe se si hetohet apo ndëshkohet krimi zgjedhor. E kisha më tepër, kur dëgjojnë shqiptarët që po i monitoron apo po i kontrolon zgjedhjet SPAK-u, është ndryshe kur i thuaj që shiko se po i monitoron Odiri, për shqipja ime. Mendoj që SPAK-u ka një emër të mirë në publik. Pozitivisht pra, po. Patjetër, pozitivisht, po edhe Odiri gjithashtu shpesher vëmendja kryesore, pavarësisht se Odiri merr shumë informacione. Është i përkohshëm, këtu e kam fjalën. Është i përkohshëm. Është i përkohshëm, por ka një gjë të mirë që ato raportet përkthejnë dhe rekomandime legjislative, të cilat sikur të mblidheshin gjitha raportet ose bëja Odiri dhe zbatoheshin ato rekomandime, të bëja ajo reforma e mirëfill që ne duam zgjedhore. Një herë mirë, do kishim ndryshime pozitive. Do ta zgjidhte depolitizimi i administratës, mendoni ju, i administratës zgjedhore? Është një problematik kyç edhe për fat keq, pavarësisht bashkëpunimit pozitiv që ne kemi edhe me KQZ-n që është e depolitizuar për nga mënyra se si është krijuar dhe funksionon, sërish ka element të anësisë politike nga të dyja krahët pa diferencë në përbërjet e anëtarëve të trupave kolegjiale të KQZ-s. Kjo shihet në interpretime të ndryshme të ligjit, në tendencën e ndryshimit të akteve normative ose të propozimeve që vijnë, aq më tepër pastaj kur zbresin tek komisionet e qendrave të votimit, grupet e numërimit, KZAZ, ku aty janë drejt për së drejti të emëruar nga subjektet zgjedhore dhe janë krejtësisht politik. Aty pastaj nevojitet vërtet një depolitizim, sepse ajo çfarë ne shohim në terren, kur shkojmë dhe monitorojmë, është që ka një dakordsi. Kur ne i kapim në gabim antarët e KZAZ-s të KQV-s, ata e mbrojnë njëri tjetrin. Aman kur ne dalim me problematika në raportet, secila nga subjektet zgjedhore përpiqet që ta marrë këtë shqetësim që ne në fakt e kemi evidentuar që nga komisionerët e tyre dhe ta keq përdor në funksion të avantazhit ose disavantazhit politik në zgjedhje. Dhe kjo krijon një lloj le të themi mungese, koherence, do të thënë që këtu fillon çështja kryesore. Depolitizimi është shumë i rëndësishëm, edhe pse në kontekstin shqiptar është i vështirë. Që të themi që të kemi njerëz të depolitizuar, sepse interesat janë shumë të forta. Popullsia është e vogël. Popullsia është e vogël, interesat e biznesit, me politikën, të gjithashtu pjesa e burimeve shtetërore, ka interesa që të ruaj vendin e punës, pra e zëm se zgjodhëm arsimtar. A jemi ne garant që arsimtar... Por sa kohë ne kemi gjetur lista partish me arsimtarët të shkollave të caktuara. Në këtë kontekst nuk është një reformë e thjeshtë për vendin tonë. As pak e thjesht, por ju jeni gjithmonë e mirëpritur të vini në studio sa herë ka tilla që është Rita Skëndaj, të falenderoj. Faleminderit shumë. Ishte Rita Skëndaj, ishte Ekspres edhe për sot. Bashkë mirë takofshim.